u përcaktua që numri ynë si subjekt politik në zgjedhjet e 7 qershorit do të jetë i njëjtë me numrin që kemi pas me 28 vjetor. Njeni gjarë, prandaj mos e ndroni dorën, edhe i vetmi gjë që ndryshon do të jetë që me 7 qershor nuk do të jetë më 51%, po 60% ose edhe më shumë. Në kuadër të vendimeve që kemi marrë për këto pak javë sa ishim qeveria në kurth e tretë që quhet mirë popularizuar, çfarë kemi bërë? Ligjin për çmimet tavan e kena votuar në 2 leximet, pra duhet të ketë çmime tavan për produktet bazë, në mënyrë që qytetarët si konsumator mos jenë viktima të stërshitjes. Pastaj, siç e kemi premtuar se thoshë nuk e bëjmë, e kemi bërë pagën e 13 për administratën shtetërore dhe gjithashtu e kemi votuar buxhetin 4 miliard euro. Është kënaqësi e nder jashtëzakonshme me qenë prezencën e kryeministrit tonë sot me bashkëfshatarët e mi, ata që so marrin mend prej televizorit, marrin mend si kryetare e gjimnazit ose ajo që kam klasë 12 që protestoj ke para komunës se s'do ishe me nasun shëtitje në Shqipni, ju pat ik pak matematika në vjedje të nderave edhe të hotelave, autobusave. Për mu është e për e rëndësishme me qenë sot me juve. Kur e prezantoj kryeministri që unë do t'jem pjesë e listës, fillun urimet edhe për urimet edhe po i takoj 3 shok të mi të kamotshëm të Kauzës, të cilët e din që kom avoku për drejtat e tyne me ju pagu pushimi atësis, edhe pushimi prindror që ashtu që parasha programi i lëvizjes, edhe më thanë Adelin na jena 3. Votën e neve 2 e ki, po këto 3 du të me binë se ky voton për Pragun. Thash, për cilët se këta tjetë kejtë për Prag janë të garu. Me një demokraci të shnosh, vynë opozita dhe vynë diversitet në kuvend që me përfacu denësisht popullin, po ju e dini që lista fitores është veç lista e lëvizjes vetëvendosje, na i sholl as mesin pa opozit, e ju gra edhe vajzat dashtuna e dini shumë mirë çka di me ka votë në kuvend kur e di që keni llogari.